Kryeministri Edi Rama po bën kalkulimet e fundit sa i takon listës së kandidatëve në 11 maj, teksa PD merret me protesta. Rama po luan të gjithë gurët për të arritur objektivin që i ka vënë vetes dhe pritet që të luajë ndryshe kësaj here. Dje i pati një takim të dytë me drejtuesit politik dhe ministrat për të folur mbi listat e kandidatëve. Sipas informacioneve, Rama pritet që të fusë në listë të sigurt drejtuesit politik, por edhe disa prej ministrave që kanë performuar mirë dhe janë angazhuar në zonat e tyre elektorale. Ndërkohë çudia është se 4 krerë bashkish pritet se do të garojnë për deputet. Kishim parë që deputetët të garonin për kryetar bashkish, por Rama ka piketuar 4 emra që kanë peshë të madhe në zonat e tyre elektorale. Pritet se do t'japin dorëheqjen për tyr në lista. Kryetari i Bashkisë së Beratit Ervin Demo, kryebashkiakja e Dimalit Juliana Mema, kreu i Bashkisë së Tepelenos Tërmet Peçi dhe kryetari i Bashkisë së Matit Agron Malaj. Ndërkohë flitet se vetë Rama mund të garojë në Tiranë në listë hapur. Gara më e fortë do të jetë pikërisht në kryeqytet, pasi edhe numri i votave të diasporës aty është më i madh dhe kreu i PS-s synon të fuzë veten në listë hapur për të maksimizuar votën.